Kampioni e dimrit Teuta vazhdon të ndjekë ëndrrën e saj për të dominuar Superligën. Dursakët arritën të marrin 3 pikë të vlefshme përballa Pollonisë në Nikodovana, duke imposhtur ata me rezultatin 2-1. Rezultat ky i fiksuar në fraksionin e dytë të takimit. Përpiqet Teuta që në minutat e para të tregojë superioritet duke depërtuar në zonën kundërshtare. Mancaku arkon në zonë për Nikën që godet me kokë, por pa problem për gardianin Fjerak. Kundër përgjigjet Apollonia me anë të Ribajt që godet, por pa arritur të surprizojë Rizvanin. Teuta kombinon në zonën e Fjerakëve, më pas është Mancaku që godet fuqishëm nga distanca, por që nuk shënjestron siç duhet katërkëndshin. Gërgjo arkon nga këndi për në zonë, vjen goditja me kokë, por gardiani Dursak pastron gjithçka. Përpiqet sërish Teuta për goli vazhdon të jeti munguar. Fraksioni i parë mbyllet me një goditje nga distanca e Gërgjos, por pa rrezik për Rizvanin që qetëson gjithçka. Me rikthimin në fushë Teuta përpiqet të vërë situatën në kontroll. Tentativat e shumta shpërblehen për bregdetarët në të 67-ën. Çota shmang bukur mbrojtësin dhe jep një asist për Dostin që i dhuron avantazhin Teutës. 1-0 dhe pozitat e Apollonisë janë vështirësuar disi. Tentojnë Fjerakët të kundërpërgjigjen, por përpjekjet e tyre janë të dobta. Nga situata përfitojnë sërish Dursakët që arrin të thellojnë diferencën disa minuta më pas. Në të 75-ën Hyqmeri arkon nga krau i djathtë për në zonë dhe aty është Pepa që jep goditjen e nokautit Apollonisë. Fjerakët tashmë duken plotësisht të pafuqishëm për të reaguar pasi gjithçka është në kontrollin e Teutës. Cimici tenton nga distanca të surprizojë Rizvanin, por pa sukses. Goli për Apollonin vjen në minutat shtesë. Gol ky që ngushton disi diferencën dhe që ka më shumë vlerë statistikore. Kapiteni Gërgjosh ndron në gol perfekt, një goditje dënimi të fituar nga miqt, duke i çuar shifrat në 2-1. Por tani nuk mbetet më kohë për asgjë. Arbitri sinjalizon fundin e takimit ku përkatësia e 3 pikëshit i takon Teutës, që tashmë në javën e 18 të Superligës gjendet në